Besoni ose jo, sot më 24 korik në malin Sharr mbi kodrën e diellit janë shënuar rreshtet e dëborës. Territori i vendit është përfshirë nga një masë lagësh dhe më e ftohtë ajrore nga veriu, që ka kushtëzuar rreshtet e shiut dhe motë të freskët, jo të zakonshëm në këtë periudhë të korikut. Temperaturat maksimale do të jenë për më shumë se 10 gradë më të ulta se sa që ishin ditëve të kaluara dhe do të ngjiten në intervalin nga 15 deri më 24 gradë. Edhe tetova u zgjua me motë të freskët dhe rreshje shiu. Pleqt që moti kanë thënë se shiu në këtë periudhë të vitit është shumë i shtrenjtë dhe shumë i dobishëm, veçanërisht kur vjen me bereqet dhe pastuhi shoqëruese. Mbase edhe tetovarët e mirëpritën këtë freskim të jashtëzakonshëm që erdhi pas vapës përbëluese që kaploi vendin por edhe rajonin. Nga Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike kanë shpërndar meteoalarmin për ekzistimin e kushteve për botë të likë me shira të rëmbyeshëm, erë të përforcuar dhe bubullima në pjesë të vendit. Në hartën e publikuar mund të varet se bëhet fjalë për pjesët jugperëndimore dhe juglindore të vendit. Sipas meteorologëve, gjatë fundjavës pritet motë stabil dhe me vranësira të ndryshueshme, kurse nga e hëna sërish nisin rreshjet e shiut.